Kjo është e gjitha. Kurse për sa i përket asaj propozimit të Trumpit për 28 pika është një propozim I cili e para, edhe pse Ukraina nuk e pyet kush në këtë rast, nga Ukraina nuk është pranuar totalisht, por nuk pranohet as nga rusët, për arsye se përveç asaj, pra ç'e kanë bërë, është si puna e asaj karrotës dhe shkopit. Pra, në fillim I ofrojnë rusëve atë që mund t'ju pëlqejë rusëve, pra, ju japim Luganskun dhe Donetskun. Lugansku dhe Donetsku janë dy republika, së bashku me Khersonin dhe Zaporizhën, të cilat janë pjesë e kushtetutës ruse. Janë rusisht folse, shumë absolutisht. Aktualisht janë pjesë e kushtetutës ruse. Pra janë pjesë e federatës ruse. Janë shpallur. Janë shpallur. Dhe ato ja dhe apo nuk ja dhe? Ushtria ruse ka detyrim ligjor aktualisht ta marrë territor, që është pjesë e kushtetutës. Dhe kjo, dhe por ti duke afruar rusëve këtë, ç'a bën? I afron këtë dhe 4 pikat e tjera flasin që duhet të ndalet lufta. Në kushtet e pushtimit po në këtë ofertë duhet të ndalet lufta, thotë, dhe rusët duhet të rriqen nga Sumi dhe nga Kharkivi. Rusët nuk mund të rriqen nga Sumi dhe nga Kharkivi, sepse edhe Kharkivi është rusofolse, është e banuar me rusë. 50%. Dhe përse, shiko, ata janë këto shifrat që neve themi 50-40%, e kemi totalisht gabuar. Ukrainasit me përjashtim të Galicias, të cilët janë polak, gjithë pjesa tjetër janë rus. Janë rus të ukrainizuar në një projekt të çmendur të Leninit, I cili vendosi të ukrainizonte, formoi Ukrainën dhe vendosi të ukrainizonte. Është I njëjti projekt I çmendur. Ka qenë pjesë e Rusisë gjithmonë, ajo. Bile ka qenë Rusia e vjetër është e njëjta ideologji që po bëhet sot në Kosovë.